Rrjetet janë bërë pasqyrë deri diku moderne, ku secili zgjedh të tregoj atë që ai ka dëshirë. Po sa reale është kjo pasqyrë, këto do i diskutojmë me njohës të fushës në një lidhje të drejtë për drejtë, në pamundësi për me qenë në studio. Kemi sociologën Flak Ymeri. Flaka, përshëndetje. Përshëndetje, Knaci Blem. Ndërkaq bashkë me mua në studio kam të ftuar Brenda Nebiu dhe Qipe Koxhen, gazetare. Përshëndetje. Përshëndetje. Me cilat do diskutojmë anën e postime, po besoj që ju gjatë tërë kohës pak a shumë, jo vetëm ju, jemi si shoqëri që po e ndjekim këtë trendin e postimeve, pothuajse të çdo gjëje që e bëjmë, po megjithatë po e nisim këtë intervistë ndoshta me sociologën në mënyrë të shkurtër, na përkufizon se a jemi ata që prezantohemi në rrjetet sociale, Flaka. Blem të kjo temë tashmë sikur dën një shtjellim në vetë, sepse po ngatrohen gjonat, rrjetet sociale apo në Facebook apo Instagrami, janë i pasqyrë ose një reklam, një investim i cili është jo i kushtueshëm, në ata fiksin për njerëz që dojnë të bëjnë biznes apo të reklamojnë produktet e tyre. Mirë po, në këtë kohë në fundit është bërë ky trend. Kurse ndoshta më herët ka qenë një rol informues për personat që kanë dashur me tregu se si është jeta e tyre, apo si po ecin gjonat me jetën e tyre, apo një pasqyrë se si ata po jetojnë jetën. Ndoshta ka ndodhur një evolim që më shumë tash përdoret për qëllime biznesore se për të treguar një pasqyrë të jetës së tyre, edhe pse shpesh herë pavarësisht si biznes që ata mund ta përdorin, mund të bëjnë edhe një pasqyrë të jetës së tyre. Flaka, ne shpeshherë postojmë ushqimet e pushimet luksoze, veshjet, ato qeset me brende. Nëse qëndrojmë në këtë pjesë, ndoshta është më shumë për të treguar se me si po vishemi ne, ku po shkojmë pushim, shpenzimet e tona apo jeta jonë është ndryshe, në krahasim nëse na dalim kafe, bëjmë një bisedë të lirë, nuk qëndron ai realiteti i këtyre rrjeteve sociale, sepse dinamika e jetës edhe mënyra se sa me çfarë koste ekonomike jetojmë ne, nuk përputhet me atë se çfarë postojnë njerëzit. Tash nuk po duhen me ndiku asnjë në raport me markat të cilat vishen apo pushimet të cilat bëjnë. Mirë po shpesh herë na përmes këtyre postimeve përmbushim atë egon tonë për të ju tregu të tjerëve se sa mirë ne e kemi jetën, apo me çfarë pushime ne bëjmë, apo se si vishemi, apo kush jemi ne. Mirë po që mendoj është një gjë gabim, sidomos kur kjo e tejkalon atë çështjen që mund të jetë në aspektin e punës, sepse është vetëm një përmbushje e egot, që shpesh herë kemi diskutuar, jo gjithherë ose njohim na njerëz shoqni që se si e kanë jetën, apo edhe këto video që shpesh herë na shoqin që gjë tregojnë realitetin. Janë të buzëqeshun, janë për një fotografi, mirë po në realitet jeta e tyre mund të jetë krejtësisht ndryshe, e kam të qartë. Fakt Flakta, pas kësaj cilën është dëmtues. Pas kësaj cilën po e thoni, unë kam një pyetje pasuese cilën do e bëj më njëherë pasi të marr edhe mendimin e parë të vajzave që i kam në studio. Po nisim me Brendën kësaj radhe. Brenda, a jemi ata që prezantohemi në rrjetet sociale? Nuk e din, ndoshta 50% jemi, 50% s'jemi. Tash ka persona, individet caktuar që janë ata që prezantohen në rrjetet sociale, po flas sidomos për ata që prezantojnë anën e tyre të biznesit, ata prezantojnë punën e vet që e bojnë, edhe kjo normal që i ndihmon për ata që e bojnë gjatë jetës vet, edhe për ata që e përfitojnë edhe përmes rrjeteve sociale. Mirë, po nëse flasim për këtë kontekstin, të ndalemi pak te konteksti ku ne postojmë gjithçka, personal, sepse Tilemanash që është kriju në platformë kryesore për zhvillimin e biznesit ose reklamimin gjitha këto tjerat, mirë po në aspektin personal. Sa jemi ata që realisht paraqitemi në rrjetet sociale? Në fakt edhe unë mendoj që nuk jemi bashkë ata që paraqitemi në rrjetet sociale, sepse ka raste që ne personalisht njohim shumë individ prej afër,
po, dhe i njohim ndryshe, kurse në rrjetet sociale, kur i shohim pak më ndryshe, dhe kjo na bën pak kurioz dhe pak të befasueshëm ndoshta për atë që paraqiten në rrjetet sociale. Se cilin ndoshta është jeta reale cilët ata e bëjnë. Po, në fakt dallon pak prej asaj që është në realitet, edhe kjo na bën konfuze, siç thash, edhe nuk na bën lehtë të pranueshëm me ata persona, por nuk do të thotë që janë të gjithë, sepse ka persona që me të vërtet, ka përjashtime, ka persona që dëshirojnë të paraqesin gjithçka që bëjnë gjatë jetës ditore apo javore, edhe përmbushin egon duke postu, duke i tregu tjerëve se ku janë, çfarë bëjnë, çfarë hajnë, çfarë pinë, ku shkojnë, edhe me të vërtet i kanë ato mundësi, edhe i posedojnë ato lukse që vetë se i qese. Por ka një pjesë që dëshirojnë egon e vetë me përmbush. Shipe, jemi ata që shfaqemi? Jo. Unë nuk po pajtoj me përqindjen e Brendës, sepse 50% me thonë që janë real, ose jemi, po e përfshi vetën, po është përqindje shumë e madhe për mendimin tem. Ndërsa ne jemi në rrjetet sociale për shkak të punës dhe është vërtet shumë e pabesueshme ato që i shohim, po mendoj që duhet me lidh pak me edukim medial dhe duhet që gjithë secili i cili posedon cilin do rrjet social ose ka kontakte me platforma të ndryshme ta di që ndoshta 90% nuk është reale asaj cilën postohet tek njerëzit. Këto po e nisi prej vetës, jo që janë gënjeshtra ato që i postoj ose diçka e tillë, po unë e di që ndoshta jo gjitha prej postimeve, po shumica prej tyre kanë marrë shumë kohë derisa e kemi realizuar si poste, kemi dalë me një kënd tjetër, kemi dalë ashtu derisa është baja fotoja perfekte. Kështu që nuk ndoshta pjesa e lukseve këto padyshim që njeri i ka, sepse nëse një fotografi sa më të vogël e shkrep, dihet që e ke pas, e ke përjetu që ato edhe e ke postu, po kështu si njerëz jemi shumë larg rrallës. Gjysma e të keqes së fenomenit hiqet flaka, po besoj në momentin kur e pranojmë atë në cilën e jetojmë, që edhe vajza deri diku thanë se jo gjithçka që postojmë është ajo reale. Si rrjedhoj e kësaj, mu më vjen njëherë një pyetje tjetër, a kemi të bëjmë këtu me një shoqëri e cila vuan nga varësia ndaj vëmendjes? Pikërisht është kjo. Sikur në momentin që njerëz të humbin vëmendje nga personat të ndërta dëshirojnë ta kenë vëmendje, janë hapi i parë që ata dojnë krijojnë vëmendje janë rrjetet sociale, postimet e tyre. Na gjithë postojmë, duke mos përjashtuar edhe veten, edhe pse unë tashmë rrjetet sociale më shumë i praktikoja postimet e bëj rreth punës dhe angazhimeve të mia, mirë, po nuk përjashtoj mundësi ndoshta ndonjë momenti kur mund të jetë ndonjë shëtitje, ndonjë pjesë e bukur për ta memorizuar. Dhe shpesh ndoshta ne nuk po arrim të memorizojmë gjëra të habit prej këtyre aspektit teknologjik të mundu që me marrë pamje, me gjithçka ta dokumentojmë. Mirë, po fokusohemi nga ajo që ta mbajmë kujtim. Ndoshta shumë më mirë do të ishte që ti memorizojmë gjonat duke i shiju nga syri unë, jo nga syri i aparatit. Mirë, po kanë ato anën pozitive që ndoshta ti për t'i pas si kujtime, mirë, po jo të krijohet shprehia apo varësia apo edhe të krijohet vëmendja përmes postimeve. Se nëse dikush nuk do të jap vëmendje, ti këtë mund të postosh, sepse persona që ndojnë mendjen mos do vëmendje, ndoshta do të jetë një presion i cili do t'i shtyjë që ata të largohen edhe më tepër. A krijon shoqënia presion për më paraqit ndryshe? Po na afektohemi nga presioni social se nëse nuk qëndron mirë në atë aspektin e përgatitjes profesionale, edhe mund të ndikohesh. Varet nga karakteri se sa ti je i fortë, sa i bindesh pjesës shoqërore, sepse unë kam pjesë shoqënisë që bëjnë jetë shumë të mirë, shëtitin shumë mirë, po asnjëherë nuk postoj. Gjë që mund të jetë shumë normale për ta. Mirë, po shpesh herë ne shohim që kjo është bërë çështje konkurrente, se edhe unë dal, edhe unë shkoj këtu, edhe unë mund ta bëj këtë. Këtu kemi të bëjmë me një aspekt psikosocial, ku ndoshta
lidhet më shumë me individin edhe me këtë ndikimin social që e përjeton nga shoqëria, nga rrjeti, nga vetë zhvillimi kohor, cilën njerëzit e bëjnë, nuk mund të themi ka ndryshuar, shpeshherë ne përdorim banor kohra të tjera ka ndryshuar. Evolimi shoqëror ka ardhur nga shoqëria, jo pse koha ka ndryshuar sepse koha ka mbetë e njëjtë. Mirë, po këtu kemi të bëjmë me presione të grupeve shoqërore ku do të jetë shumë i fortë për t'i mbijetuar. Nuk ka gjë të keqe pse ti poston diçka, mirë, po jo që të krijohet varësia apo të krijohet ajo bindja për të tërhequr vëmendje, sepse bën dëm në aspektin social, të shëndetit mendor në raport me vetën. E kuptoj, Flaka. Shqipe, jemi shoqëri që vuan nga varësia e vëmendjes? Jo, ndoshta jo në këtë aspekt edhe nuk po di sa muj me u përgjigj për këta, po unë më shumë e shoh që ndikohemi shumë lehtë edhe ndoshta jo për të marrë vëmendje ose diçka. A na bën shoqëria presion që padyshim që ka ardhur shoqëria, po më duket sociologja shpjegoi shumë mirë se çush vjen si pjesë, domethënë, po unë po mendoj që krejt kjo ndoshta thjesht inspirohemi ose influencohemi, që po është ky termi më i ri, edhe pak a shumë si konkurrencë është bë, që okej, e bani kjo, po e bëj edhe unë ose ana sjelltas, po unë më shumë të rrezikuar e shoh. Po këtu është presioni që na bie shoqënia. Ka presion prej shoqënisë, shumë mirë u tha, po unë më shumë e shoh si konkurrencë, edhe më e rrezikuara normalisht që janë moshat e reja të cilët influencohen më së lehti. Për këtë arsye thash me fillim që mungon një farë edukimi në këtë aspekt. Edhe pse nuk mund t'i përjashtojmë, po besoj me Flakën e diskutojmë pak më vonë edhe këtë pjesën e moshave të mesme, sepse kemi parë që kryesisht padashti paragjykojmë gratë, sepse edhe me përjashtim edhe burrat postojnë mirë, po kryesisht edhe gratë e moshës së mesme ndoshta influencuar, që po thot shqipja prej gjenerata më të reja, postojnë pothuajse çdo gjë që bëjnë aktivitetin e tyne ditor. Nisem personalisht prej antarëve që shpeshherë i kam edhe në shtëpi, e që nganjëherë ju bëj ftesë që mjaftoj mi majtë dësene për veti. Brenda? Edhe unë nuk pajtona me postu bashkë gjithë shka që të ndodhë gjatë dite, sepse do sene mendoj që janë të panevojshme për me i po tjertë, janë të nevojshme me i po veçte edhe me u knoq me qato, me i shiju. Po flasë në aspektin personal për vetën tam, unë në kohët e fundit nuk jam person që postoj shumë. Edhe e te proj mundona... E ke bërë në të kaluarën? Ndoshta e kam bërë për shkak të punës, sepse kam punu në media, e tash jam në pauzë pas lindjes, edhe më shumë kam postu rreth punës se sa rreth jetës që kam post në përditshmëri. Kam postu aktivitetet, kam postu emisionin, atë që zakonisht e kam bërë në punë edhe në profesionin tim. Por në jetën private, nuk është që s'kam postu, por jo edhe aq shpesh. Nuk e shoh veten që postoj gjithçka. A konsideroni të duhur që të postot ushqimin në platforma nuk e konsideroj të duhur. Jo. Në qoftë se me përjashtim, ndonjëherë diçka që duket tepër interesante ose e bukur për njerëzit që dëshirojnë edhe ata me vizitu qatë vend ku është qaj ushqim, që është pak ma tradicional i qati vendi që ne nuk e kemi në Kosovë, po pse jo, por që të teprohet vazhdimisht, mu nuk më pëlqen, personalisht mua jo, nuk më pëlqen. Jo, padyshim, sidomos ushqimin, e thatë shumë mirë dhe e kaptë shumë mirë këtë pjesë, edhe unë nuk e shoh si diçka shumë të mirë. Sepse ndodhë që postohet, po thuaj se cili vakt, cilin e hon. Kushdo që ka kontent shumë për me postu, normalisht që i fut edhe shujtat që i hanë. Flaka, sa ka ndikim imazhi që krijojmë në rrjetet sociale në mënyrën se si na percepton më pas shoqëria, sepse Brenda e përmendi krejt në fillim dhe kjo pyetje vjen si rrjedhoi asaj çka tha Brenda, sepse ka njerëz për shembull që i njeh në një formë që bën një jetë në formë tjetër edhe në rrjetet sociale nuk e ke idenë nëse po i shet njëjtit njerëz që ti i njeh nga afër. Si e mendon ti këtë? Shpesh herë këto përpucimet mund ta zbejnë apo mund ta devijojmë karakterin apo imazhin në raport me të tjerët. Sepse duke mos pas kontroll, duke shfaq gjithçka nga jeta jote, ndoshta në raport me të tjerët mund të ndryshojnë edhe mendim.
Mund je kesh për shembull për një gjërat me sidomos të gjenia femrore, pa përjashtuar dhe gjenin mashkullore, që ndoshta nga pavedia, nga mungesa e edukimit në raport me tashmë këto rrjete sociale janë një pjesë mediatike. Janë krejtësisht pa menduar postimet që ato bëhen. Jo domosdoshmërisht mund të postosh ushqimin edhe pse me vite ose nuk moj mend që une në storyt apo në postimet e mia kam postuar ushqim të drekës, të mëngjesit apo darkës. Nëse ato bëhen në grupe të caktuara, për shembull, mund të jenë manjak kuzhinës, është një grup i caktuar ku ti mund të thonë aty mund të kem bërë postime sepse është pasion i një ushqimin. Mirë po jo që të postojnë në privatësi, në mënyrë që të reflekton tek njerëzit jo mirë, sepse ndoshta na mund të postojmë, mund të shet dikush që nuk mund të shijoj ato ushqime, ku ushqimin e dim që është esencial, shpeshherë më është bërë pyetja, mirë po ai i cili nuk ka për ta ngrënë një ushqim të tillë në raport me të tjerët që postojnë, ku ka marrë një telefon të shtrenjtë që t'i sheh. Tash qosja, telefoni mund të jetë dhuratë nga dikush, apo me pak para mund ta blesh një telefon, sepse tashmë e dim se si... Krijohet ideja e të arsyetuarit veprimit, ndoshta. Kjo më pas është kjo që thonë mjeti arsyeton. Dhe tjetër një mekanizëm dëmbrojës që mund ta bëjnë personat cilët e teprojnë me këto gjana. Edhe ne mund të zbejmë imazhin tonë, sepse postimet e tepërta ne duke filluar nga familjarët tonë, që kur e teprojnë me disa gjana, sidomos tani më është bërë trendi, edhe si me shakoj u themi, postoni pitet në WhatsApp, ta e kish postuar ju, nuk po i postoni. Është te i kalu se cila normë nga mos kujdesi, nga mos vetia se çka mund shkaktojnë raport me veten apo raport me personat të tjerë. Sepse çdo gjë tepër është e dëmshme. E kuptoj. Ti nuk merr një feedback, nuk merr një koment që e hub vëmendjen. Ti je për njerëzit bëhesh e tepër. Kështu që duhet të kesh kujdes në raport sepse është një imazh për ty. Nuk po du me i kritiku, nuk po du me lëndu askan mirë, po ta kenë më të kontrolluar, sepse kështu do jenë edhe më rahat, sepse tashmë rrjetet sociale janë bërë varësi, nësojtë për të gjithë. Po sot du në pota një diskutim këtu në rrjetin shoqëror edhe sikur bëm një thirrje që sikur të ndërpritet interneti. Besoj që njerëzit do të ishin më të qetë, njerëzit do të ishin më social me të tjerët. Ne mendojmë që jemi social, mirë po nuk jemi social në aspektin verbal, sa për të komentuar dikënd, apo për të shprehur në raport me dikënd 2-3 fjalë, 2-3 llope, mirë po nuk jemi social për të mbledhur, për të lënë anash teknologjinë edhe për të bërë ato muhabet apo e qartë flakë. Po. Duke mos u shoqëruar me një postem. Kështu që kemi kujdes sepse ndoshta me kohën do ta vrejmë edhe dëmin i cili ja kem bërë vetë. Padyshim se pasojat mund të ketë krejt më pas. Megjithatë të flasim pak, Flaka e përmendi krejt në fillim, sepse sot krejt pyetjet po më lidhen me atë çka po i thoni gjatë intervistës. Shqipe afshien figurat të trishtuara para fytyrave të buzëqeshura në rrjetet sociale. Unë nuk e di që dikush poston, të paktën nga ata njerëz që i ndjeki unë në rrjetet e mia sociale, nuk është që i kam po ndonjëherë të postu fotografi të qajt, ose në raste, do më thonë normale, dështem, ose diçka e tillë. Të paktën në listën e njerëzve që i ndjeki unë, nuk kam po asnjëherë që është postu një foto ku paraqet një pjesë, një anë tyre, cila... Një anë tjetër, cilën nuk e shohim realisht. Brenda? Edhe unë mendoj njëjtë. Duke unë nisë edhe nga vetvetja, ne nuk postojmë foto kur ndonjë ditë jemi të mërzitur, ndonjë ditë Pse ndodh kjo, Brenda? A friksohemi nga
komentet më pas, ose bullizmin? Mendoj që friksohemi nga përshtypja që mund të japim tek të tjerët. Ajo që ka paraqisim me ato që për shembull kjo ditë nuk është në disponim për neve, mendoj që neve na frikson përshtypja që njerëzit e tjerë mund të krijojnë për neve. Ose ekziston edhe tjetra që nuk dëshirojmë të paraqisim diçka jo të mirë në rrjetet sociale, por më mirë të na shohin të buzëqeshur, duke dalur, duke shëtitur, sesa të na shohin të trishtuar, sepse kjo mund të ndikoj pastaj edhe tek ata që neve na shohin në disponimin e tyre. Unë mbaj mend që disa prej figurave publike cilat kanë postu më herët në kalumën video prej gjendjeve tyre emocionale, më pas janë komentu, janë bullizu dhe kanë bërë xhirën e internetit me memes të ndryshme. Mbaj mend sfundmi ka qenë këngëtarja me famë ndërkombëtare Selena Gomez, ajo cila ka postu diçka për luftën, nuk e di saktësisht për cilën luftë, meqenëse tash vendi është në vatra ndryshme të luftave, edhe është bërë shumë virale duke u bullizuar më pas mënyra se po reagon, edhe e çajtmja është deri diku false, dhe mendon se kjo mund ndikoj tek njerëzit që nganjëherë ndoshta jo të postojnë fotografi duke çajt, por një fotografi ose diçka për jetën tonë ku nuk jemi në një fazë shumë të mirë. Fytyrat publike ja kanë borxh në një farë formë ose tjetrën krejt atyne njerëzve të cilët i ndjekin, që t'ju tregojnë gjitha anët e tyne. Normalisht jo gjithmonë, po fytyrat publike e kanë këtë farë, njihen në këtë farë lloj presioni, se nëse po arrin aq shumë njerëz me i bë për veti, normalisht që duhet me u tregu edhe anët e tjera. Edhe unë po besoj që krejt ndjekësit, këtë rast të Selenës, cilët ata i ka besnik. Ka qenë për emigrantët, kur vendosi Trump, tash më kujtu, kur ka vendos me i deportu shtetasit e huaj që nuk kanë dokumentacion në Amerikë, e që i takon shtetësisë Selena Gomez, më pas ajo e posoj një video që po ndihet keq edhe çarkje duke dënes. Po me Selena është bë me çdo lloj rasti, nëse çdo herë ka postu një video të sajën, ajo gjithmonë ka shku viral, kështu që nuk po besoj që i ka ndikuar asaj personalisht. Për këtë arsye këta janë të trajnuar dhe janë të përgatitur që t'jenë përballë çdo lloj presioni mediatik i cili ju vendoset, po jo vetëm mediatik, po dhe sociale dhe krejt. Kështu që unë po besoj që për fytyra publike është shumë normale dhe paka shumë pritët prej këtij atyre njerëzve të cilët e dojnë. Edhe unë kisha pas qef që një këngëtare që unë e përcjelli shumë edhe kam pas qef me i pa krejt anët e saja. Kështu që për fytyra publike është tjetër kategori, po njerëzit e tjerë nëse secili fillojmë edhe postojmë veten në momentet këqija, trishtueshme, po besoj që shpërndajmë pak a shumë këtë energji. Ajo që ndërlidhet me bashkëvendasit ose me qytetarët ose me rrethin që jena, ajo nuk ndikon. Po e shpërndan, ajo nuk ndikon. Një shembull shumë konkret Brenda. Dhe më pas nashta na ndihmon edhe flaka me si e trajton nënën sociale. Për shembull, në momente kemi ku i përcjellim të afërmit tonë në aeroport. Edhe kryesisht ne e dim mënyrën se si ndihemi edhe e çajtmja që mundet me ndodhë si rrjedhoj e distancës se kemi me pas gjatë kësaj kohe. Mirë, po këto nuk i postojmë në rrjetet sociale. Ne para aeroportit e postojmë një fotografi. Jo, i postojnë. Ka në përstorje, sidomos mërgjimtarët kur të shkojnë ande edhe kur të fluturojnë që ikin nga Kosova, i postojnë. Postojnë vetën duke qajt? Jo vetën duke qajt, po e postojnë vendin, aeroportin, familjen, duke përshëndet. Jo, këto jemi dakord, të më po thamë, ne qajnë, ne mërzitemi. Me postu vetën duke qajt, nuk më duket ndoshta edhe gjë shumë e bukur për të po, por si do qoftë emocionin e mërzis, ajo është mënyra si ne po ndihemi për momentin. Po, me një farë forme loti qofse nuk postot, po postot ana emocionale që po tregon që ka ardhur dhe loti mbas saj. Një anë emocionale dhe ndikon e modernizuar. Unë mendova që mos e ke fjalën për... Të qesim një fotografi gejti, pak drita e olt, lokacioni, edhe kjo është tani më pas... Po, edhe kjo tregon që diçka me ty sot nuk është në rregull, jetë duke u ndi pak më i mërzitur. Ndoshta është kjo më mirë për njerëzit postohet kështu se sot vetën duke qajt. Okej. Edhe pse unë po ndoj mendim tjetër, ndonë se s'jam së dithirë, më thonë mendime, po... Unë mendoj që këtë gjë bën shumë pak njerëz, thuajse që unë s'kam pa ndonjëherë, ke pa shqipet e dikon që... Unë pikërisht për këtë po them. Poston vetën duke qajt. Flaka si, jo me po... Okej, që tash nashta edhe flaka pak na qetë në rrugë. Nuk e di nëse e kuptove qartë atë se çfarë desha ta them.
Për shembull, tek ideja që ne postojmë gjërat të momentit. Edhe në momentin që shkojmë në një shembull shumë thjesht, shkojmë në aeroport, ndahemi me familjarët tonë, me vëllezërit, motrat, prindrit ose diçka ngjashme, emocioni që na përshon është një figurë e mërzitur, lot, mirë po diçka të tillë nuk shohim rrjetet sociale. Neve para aeroportit e postojmë një fotografi duke qesh. Më pas këtu është në vihet në pikpyetje, po besoj se sa jemi real në atë çka postojmë, sepse ne nuk po besoj që ndihemi mirë për të qesh momentin kur e përcjellim dikë. Kena tregon që na nuk jemi të gatshëm ta shfaqim emocionin tonë real. Pse ndodh? So këtë të diskutuar kesh të mendu sepse njerëzit kanë frikë nga gjykimet që mund t'i marrin. Kesh të mendu se sa njerëz njohën që janë shumicën e kohës të trishuar, mirë postimet e tyre janë shkëlqyer. Nuk po them që tash njerëz qohen edhe postojnë gjëra të trishtueshme se tek krijohet një energji negative. Mirë, po neve na mungon nga dëshmëria e shprehjes emocionit të real. Po. Në aeroporte mund t'i krahasosh dy emocione. Emocionin e gëzimit dhe ata lehtësimi që po e pret dikan. Po. Mirë, po frika nga gjykimi nuk e poston fotografin kur ti përcjell ta për më. Okay. Unë shpesh herë them vendi më i padëshirueshëm për mua është aeroporti. Se shumë a shumë ma ngjall emocionin e dhimbjes përcjelljes njerëzve se sa kur vinë. Se momentin që vinë njerëz, na e kemi një ndjenjë që jemi të gatshëm gjithë me shfaq. Mirë po, me atë moment, na sikur edhe në tryllim emocionin tonë të mendojmë ditën që ata persona do t'ikje. Kjo krejt ndërlidhet me guximin se sa na jemi të gatshëm që ta postojmë emocionin real. Brenda po ndon mendim tjetër. Në fakt, pa dashme të ndërprej, në një pikë nuk po pajtohem sepse njerëzit nuk hezitojnë as pak të shfaqin emocionin, sidomos mërgjimtarit kur vinë edhe kur shkojnë. Mirë pa në rrjetet sociale i kemi par, rrjet social është edhe media qofse e këshyrëm në një farë forme. Ne duke intervistu kemi par shumë bashkë qytetarë që kanë qajt, kur i kanë përcjell ose kur i kanë prit familjarët e vetë. Po, Flaka? Nga përvoja, të nuk po mund ndërlidhen për shkak ndoshta edhe lidhjes direkte. Po. Ndoshta përvojat e vajzave si gazetare mund të kenë mendim ndryshe nga unë. Mirë po edhe shumica e mërgjimtarëve nuk është që bojnë shumë ato postimet në aspekt emocionin e tyre, nuk e postojnë vetën. Mirë po e gjejnë një mekanizëm mbrojtje që me shpreh atë emocion. Duke e postu bishtin në aeroplanit. Jo, ka që postojnë edhe flamurin, ka që postojnë edhe këngë patriotike kur vinë, edhe mirë se erdha në Kosovë i thojnë vetës në rrjetet sociale, kjo tregon një farë lloj gëzimi për ta. Po, Flaka? Jo, gjeni për shkrim, po e gjejnë vetën. Po. Që shpesh herë kjo mund bën me kuptu që ndoshta kanë mungesë shprehjes edhe të emocionit tyre. Që është shumë normale se shpesh herë edhe në ditë shumë të gëzimi dhe shumë hidhrimi, nuk jem gjendje me përshkruar edhe shpesh herë disa momente janë të kota se nuk mund t'i përshkruash me fjalë. Janë vetëm emocion, janë vetëm ndjenjë që mund ta humbësh kuptimin tu dosh me i sqaruar. Pa nuk e stimulon mërzinë ose hidhrimin postimi i tyre në rrjetet sociale? E vërtet. Unë po besoj që e rrit ose e risjell e stimulon me një s'po di me u shpreh pak më mirë, po bash tash. Sigurisht tash po më kujtohet një shoqe, pa dashme ndërprej. Në gëzohemi edhe hidhrohemi. Për shembull në raport nëse na shkruan për në humbjen e një familjari. Shpesh herë njerëz i kam gjykuar ndoshta edhe unë ose ju mundu me kuptu se ka shumë shfaqin dhimbje kur e humbin dikant afër përmes pozitiveve të cilat duan. Mirë po derisa unë nuk e kam përjetuar vetë, atëherë kam arrit me kuptu gjendjen edhe konceptin se çajo ka qenë forma ku ata kanë shpreh emocionin. Po gjithherë na mendojmë që lajm mongo dhe lajm mongo,
për ta përshu dhimbjen apo gëzimin. Se emocion është e kot, kjo është në aspektin e shkencor, emocioni mund të përshkruhet, mirë po nuk përmbushet sot te për jetën. Ti mund të shkruaj na më shumë për gëzimin dhe për hidhrimin, mund ta postojmë një fotografi të qojtë dhe të qesh, mirë po jo ndjenjen se si ne ndihemi. Po kjo po besoj është e njëjta edhe për anën tjetër, kur t'jemi t'lumtur. Një dhe figura jonë dhe qeshme, më thënë që ti të përjetu të t'lumtur, mirë po ndjenja, sa është kolla që asë ndjenjë të lumëturisë, që unë thashë edhe njëherë për të të unë një plët njarës të trishtushëm në jetën reale, mirë për postimet të tyre që të janë të qeshura. Jo me këtë thosë që pas çdo tyre shumë të qeshur, mund të fshihet një diçka që në ndonjë tjetër. Flaka me Në aspektet psikosociale, në aspektin psikologjik sigurisht që ndoshta ndonjë psikolog do të pasqaronte shumë mirë në këtë kontekst social, shoqëror, na jemi shoqëri tepër ndikume, që e shfaqim edhe jemi të shfaqur të fundit, të mundu me imbjetu presionit social dhe shoqëror, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në punë, qoftë në rrugë, gjithta, sepse këtë na i ka sjell dinamika të cilën na e kemi zhvilluar vetë si shoqëri. Unë po mendoj që gjatë gjithë jetës kemi me pas rritje të dinamikave, në përditshmëri, secili profesion, secili person, po unë e shoh më shumti mungesën e edukimit medial. Sepse nëse do kishim edukim medial, nuk po besoj që kishin ardhur këtu. E kuptoj. Nëse Flaka, jemi drejt fundit të kësaj pjese, e kam edhe një mysafir tjetër që më do ta pres në studio të jemi të përmbledhur mendimin e fundit, lutem. Vetëm edhe një minutë fundit, sepse edhe më kam angazhimet të tjera. E kuptoj. Dinamika do të kemi, është padyshim. Mirë po, duhet ngritet vetia shoqërore, kolektive, nuk përjashtoj askënd, shumë mirë që njerëz të shumë mirë të postojnë gjëra të lumtura, sepse është një reflektim dhe pozitiviteti reflekton tek rrjeti shoqëror, se gjithë ne kemi nevojë të shohim gjëra të mira. Mirë po, mos talon që teknologjia, rrjetet sociale na i dirigojnë jetën tonë. Ta marrim ne jetën tonë në dorë, emocionet, ndjenjen e mirë ta përjetojmë shumë më shumë se sa ma mirë ta shohim me syrin edhe me shpirtin tonë se sa ta ndjekim nga kamerat. Këtu nuk po e ndoj askënd, se shpeshherë edhe ne, pavarësisht që paraqitim si profesionista, tu dosh me mbajt kujtimet gjata, ne vetëm përmes videove shohim që kemi qenë në atë vend, mirë po jem habit nga videot. Duke marrë dhe nuk kemi memorizuar ndoshta gjëra që të na kishin dhënë një ndjenjë krejtësisht tjetër. Shpërndoni sa më shumë pozitivitet, unë uroj që njerëzit të shpërndojmë më shumë lumturi se sa dhimbje, mirë po ende jemi shoqëni që stigmatizojmë, paragjykojmë, bullizojmë. Këtu që ndron ajo rezerva të njerëz çka janë duke kuptuar. Uroj me ul kjo konkurenca e luftit dhe për të treguar se unë bëj këtë jetë, është shumë mirë që ta rregullosh jetën tënde, ndoshta pa bërë reklama. Sepse ajo atë fakt nuk ndjen. Flaka, në fakt ti dha dhe një mesazh shumë të mirë, cilin unë ndeshta ta bëj si pyetje krejt në fund, meqense kam edhe shumë çështje tjera të cilat i kam këtu në skalet për me diskutu, por jemi drejt fundit të kësaj pjese edhe të falenderoj shumë që Në një herë tjetër po të Po, të falenderoj shumë që gjete kohë për te angazhimeve të mëdha që i ki me punën, ti jesh pjesë e mëdhisë. Ishte shumë kënaqësi Flaka. Faleminderit. Brenda dhe Shqipe, me shumë qef e kemi vazhdu edhe më tej diskutimin, me qënë se ka dhe shumë qka për të diskutu për këtë temë. Kam dhe një musafir tjetër që duhet ta pres në studio. Faleminderit shumë e Ne njerë. mos miri i kuptojnë këto. Vetë punojmë televizion, kështu që e dim pak. Ishte shumë kënaqësi mirë pas edhe atë për neve pjesë në që studion e kemi Mesditë. Ndërkaq, për fare pak minuta, derisa të kemi gati dhe mysafirin tjetër, unë po e bëj pyetjen e fundit, ma konfirmuar regjia që kam dhe pak kohë për t'ja bëj një pyetje. Mendoni se trend jemi në përgjithësi për me menaxhu kritikën ose bullizmin, që to që na vinë si pasoje rrjeteve sociale, apo jemi ende larg? Jo, edhe unë nuk mendoj që jemi të vedeshëm për me menaxhu emocionet tona drejt kritikave që na jepën.
Unë mendoj që kritikën varet nga kush, po duhet me vlerësu, edhe nuk do të me marrë diçka jo të mirë, edhe më na ndiku në gjendjen tonë emocionale, edhe më na shtyp emocionet tona, më na çon drejt një koje tjetër, po drejt rrugës së mirë edhe drejt asaj që neve na avancon, kritika që na jepet. Se pesha që mysafiri është gati. Unë s'po shtoj kur gjo. E ta krej. Je mendimit njëjtë me Brenda. Pa tjetër që po. Faleminderit shumë edhe një herë Kënaqësi. për kohën. Ndërkaq